Nisemi për në fshat të kalojmë Pashkën me familjen. Unë nisëm nga Gjirokastra, siç mund të shikoni, koha ishte diell, perfekt do me thënë, me më të shkurtra ishim. Sot është një çik vrejtur koha, po le të shpresojmë se nuk do na zërë ndonjë shi, do jetë mirë. Zona nga e cila kaluam neve është nga Çajupi, siç mund të shikoni edhe në tabela. Kanë qelur lulet, pemët, edhe është një mrekulli e vërtetë e fshati, edhe të gjitha fshatrat që kalojmë. Siç mund të shikoni, rruga është me asfalt, kemi edhe baktitë që do presim që të kalojnë edhe pastaj të kalojmë neve. Rruga është në asfalt deri te gjysma e rrugës, kanë ecur punimet akoma. Le të shpresojmë o njerëz që do ecin akoma më shumë, që më në fund në 2026 të kenë edhe fshatrat e Zagories, të kenë asfalt siç duhet të kishin këtu e shumë vjet para. Nëse siç mund të shikoni, ky asfalt është hedhur tani këto kohë të fundit. Edhe siç u thash, le të shpresojmë së shpejti do vazhdojnë punimet që të arrijë deri në fshat, në të gjitha fshatrat do me thënë, se është gjunah që të vinë turistë anë mban nga gjithë bota, edhe të mos kemi të paktën në rrugë, siç mund të shikoni këto janë rrugët, derisa të arritesh tek fshati tonë. Nëse u takuam këtu me xhaxhallarët, me të gjithë që do mblidhemi, që kanë ardhur në fshat për të kaluar Pashkën. Këtu janë edhe kopet e fshatit që po tregoj, edhe malet, edhe fushat e bukura, një mrekulli e vërtetë është o njerëz, dhe malet me borë, se akoma nuk ka shkrirë bora. Fëmijët morën malet siç mund të shikoni. Arritëm në shtëpi, hëngrëm drekën dhe shifemi së shpejti. Ciao!